OSSH Shkodër ka kryer një aksion blic në zonën e Thethit me fokus bizneset e zonës, duke u bazuar mbi të dhënat e humbjeve në këtë zonë. Nga kontrollet e ushtruara në bashkëpunim me forcat e rendit u kapën në flagrancë 5 subjekte private me aktivitet bujtina. Nga verifikimi rezultoi se këta biznese vidhin energji elektrike me linjë të dytë. Një subjekt privat Pulari në Shkodër u zbulua se vidhte energji elektrike, ndërsa është dashur ndërhyrja e policisë tek një tjetër abonent që kundërshtonte punonjësit e OSSH të hynin në ambientet për të kryer faturimin. OSSH ka intensifikuar kontrollet në sistemin e matjes së energjisë elektrike me qëllim zbulimin e keqbërësve me rrjetin, duke mos toleruar askënd, pavarësisht llojit të aktivitetit. Të gjitha rastet e proceduara në prezencë të policisë i kaluan për gjykim të mëtejshëm institucioneve kompetente, njofton OSSH.